është sulmu me granat dore. Besoj se mas disa informatave është edhe grupi njëjtë. Nuk muj me thonë diçka për grupin, për njerëz, për ata të cilët kanë gjujtë granatën e dorës. Në orën e parë të ditës së sotme, pra me 1 prill 2025, objekti i postës së Kosovës në Zveçan është sulmu me granat dore. Policia ka konfirmuar se njëra granat ka shpërthyer në vendin e ngjarjes, kurse tjetra ka shpërthyer në mënyrë të kontrolluar nga njësitë policore të Kosovës. Përveç dëmeve materiale, nuk raportohet për të lënduar. Ndërkohë, kujtojmë se ky nuk është sulmi i parë në periudhën 6 mujore këtu në Zveçan. Në fund të nëntorit, me granat dore ishte sulmu edhe stacioni i policisë së Kosovës këtu në këtë komunë dhe objekti komunal i Zveçanit. Ato që ka muj me konfirmu është që 30 minuta pas mesnate ka ndodhur një shpërthim për cilin ne jemi njoftu nëpërmjet informacioneve që kemi pranuar nga qytetarët, se në post apo në afërsitë post ka ndodhur një shpërthim. Kemi shkuar aty, kemi pasur që një granat që më vonë ka dalë tjetër granat M75 ka qenë shpërthyme, ndërsa një tjetër ka qenë e pa shpërthyme. Dhe shpërthimi i dytës është bën nga ana e njësitit për deminim policisë Kosovës në mënyrë të kontrolluar. Nuk muj me thonë diçka për grupin, për njerëz, për ata të cilët kanë gjujtë granatat e dorës aty, përpas që kjo është pjesë e hetimit dhe jemi duke u marrë seriozisht me këtë. Ato që mund ta them është që situata në veri të vendit vazhdon të jetë e qetë, vazhdon të jetë delikate, po është e qetë, kështu që nuk ka diçka që e rrezikon sigurinë e përgjithshme në veri të vendit. Në nëntor të vitit kalum, po me granat dore M75, është sulmuar stacioni i policisë në Zveçan edhe objekti i komunës. A kanë lidhshmëri këto sulme? Në asnjë moment policia nuk e largon asnjë pistë të hetimeve. Në asnjë moment. Domethënë, çdo gjë që juve ju shkon nërmend, na shkon nërmend edhe neve. Na si zakonisht e dënojmë ashtë për këtë sulm terrorist, na mendojmë se vetëm e kanë të qytetarët, për të shtyr frikë të qytetarët, mirë po unë kam një kërkesë të qytetarët të komunës së Zveçanit, mos të një vetëm do një panik. Policia Kosovës më njëherë kanë janë sjellë do të thotë në vendin e zgjarjes dhe gjithçka për momentin është qetë, gjithçka është në kontrollin e policisë, kështu si lësë sa më të shpejt kapën ajo grup terrorist dhe del para drejtësie. Besoj se mas disa informatave është edhe grupi njëjtë. Si ka ndodhur tash në kohëra parë, si ka ndodhur në komunën e Zveçanit, është vazhdimisht të vazhdohesh grupi njëjtë, nuk ka një qëllim të tillë, po sot do të vazhdohet ose do të rritet këtu sulme, nuk kemi informacion. Sulmin me granata dore në objektin e postës së Kosovës, e cila u hap me 27 mars 2025, e ka dënuar edhe kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti. Sipas tij, ky sulm me elemente terroriste është tentim për të cenuar sigurinë dhe integrimin në sistemin ligjor të Kosovës. Më parë në këtë objekt ndodhej dega e postës së Serbisë që u mbyll në maj të vitit 2024.